nga një fshat dikur i braktisur në një qendër të artit dhe kulturës. Kukaj po hyn në fazën e fundit të përgatitjeve për edicionin e 16 të Etnofest. Me temën kujtesë, organizatorët premtojnë një program të pasur artistik e kulturor. Një javë me teatr, muzikë, arte figurative, ekspozita, punëtori, debate kulturore dhe mbrëmje etno. Organizatorët theksojnë se Etnofest nuk është vetëm një festival, por një kompleks aktivitetesh që zhvillohen paralelisht, duke shndruar Kukajn në një skenë të madhe kulturore. Mirë shumë, më thonë është një festival me qujtë gjigant, që më ngërthen vete dikon 8 festivale, qatë shumë program ka, sepse është festivali artit figurative, i teatrit, i muzikës mirë koncertale, muzikës mirë shqipe, të etnonejave, të punëtorive, të një numër të madh të aktiviteteve që mbohen. Edhe brenda një nate, dikun kemi 8 programe për një natë, që ndodhin diku me një skenje mbas një, diku në skenat paralele. Ashtu edhe debate edhe mirë shumë, por jemi të punu ma shumë se 12 orë në ditë, dikun orari i gjatë i punës, edhe jo shumë njerëz, nuk kemi shumë njerëz, por po ja dalim, besoj që gjithçka do t'jetë gati me 3 gusht, në ora 18 kur do t'jetë edhe hapja. Edhe pse përgatitjet kanë sjellë sfida të shumta, organizatorët thonë se çdo pengesë është e kaluar dhe se gjithçka është gati për nisjen e festivalit. Sfida çdo ditë. Sfida të tmerrshme, do të thonë në për çka kalojmë, muj me thonë që thjesht gjanave qaq të vogla në kuptimin që me problemet më dhaja, po të gjitha, për gjitha kemi gjetë zgjidhje. Edhe kjo është edhe motoja, do të thonë që na nuk e lajmë një punë ka problem edhe ta lajmë aty, na e zgjidhim. Këtë vit, festivali vjen me temën kujtesë. Sipas organizatorëve, kjo temë lidhet me rrezikun e harresës së historisë, kulturës dhe rënjeve tona. Po menoj mas vitit kalum, kur e kishim temë identitetin, se na çdo vit kemi nga një temë dhe na u ka duket që si vjet është momenti i duhur për temën e kujtesës. Nga ajo që kemi kalu si popull dhe çka jemi tu kalu në përgjithësi. Edhe harresa është futur si lloj mode, në kuptimin që harro gjithçka. Harro çka të ka ndodhur, qoftë e mirë, qoftë e keqe, qoftë dhe popujt që harrojnë janë të prirun për me u zhduk. Edhe kjo ka qenë një rrezik që na si artista dhe si Etnofest e kemi pa këto 16 vite, për shkak se ju e dini ky ka qenë një vend i zbrazët, ku mas pari kemi kthy jetën, edhe kemi kthy gjanat e vjetra të cilat kanë qenë në zhdukje. Edhe kadal jemi kthy te rënjët tona. Tu i pa edhe rrezikun e madh te gjeneratat e reja për një ecje të shpejtë të teknologjisë, edhe pa marrë parasysh duhemi mu kthy prapë në atë shpirtënorën që kemi qenë, qoftë për gjanat e mira, qoftë për të këqija, sepse është definitivisht rrezik i madh. Njerëzit pa kujtesë janë të humbur. Dhe më thonë, muj me qujtë edhe si një lloj në kuptimin edhe shkencor dhe edhe që është demencë. Kalon prej nëse nuk kujton, atëherë kalon dikur në demencë dhe harron gjithçka që të ka ndodhur. Edicioni si vjetëm do të sjellë artistë nga Kosova dhe vende të ndryshme të botës, përveç ekspozitave, shfaqjeve teatrore dhe koncerteve. Publiku do të ketë mundësi të ndjekë edhe punëtori të artizanatit dhe traditës. Menoj gjithë programi është tepër i veçantë. Dhe të gjithë kanë thonë, ky programi më i mirë i gjitha edicioneve. Nuk do të më thonë që edicionet tjera kanë pas program më pak të vlefshëm, por për shkak të temës që kemi pas si kujtesa pra, ajo ka përfshin edhe programin i cili është tepër i veçantë. I dallon në gjitha fushat që kemi, është gjyna me përmend tash që cila është më e mirë prej fushave. Po kanë me qenë thjesht artista edhe nga jashtë, kemi një trup të Izraelit, po ashtu nga Italia, nga Austria, nga Gjermania, edhe që disa vite kemi insistu edhe pse buxhetin jo të mirë për ta ndërkombëtarizuar Etnofestin,
Na kemi insistu me forcat tona ta bëjmë, se kemi aq shumë kërkesa prej artistave nga jashtë, edhe kjo besoj që ka me qenë një pjesë shumë e veçantë e Etnofestit. Po ashtu dhe programi është tepër i pasun, si ai i muzikës, si ai i teatrit, po ashtu do të kemi 2 punëtori, një parkatari dhe një me marrimin e tupanit, do të thonë kemi kthy disa artizanale të vjetra tona që janë gati në zhdukje. Debatet që do të jenë temë kujtesës, etnoneja do të jenë shumë atraktive për një pjesë të publikut që don me u kënaq në njëjtën kohë. Edhe thjesht besoj që ka me qenë këto 8 net magjike këto në Etnofest. Veçanërisht e pasur, pritet të jetë nata hapse. Brenda një mbrëmje do të inaugurohen 13 ekspozita, ndërsa publiku do të ndjek performanca muzikore dhe artistike nga pjesëmarrës vendas dhe ndërkombëtar. Nota e parë është, muj me cikë se është shumë ndoshta e stërngarkume, kërkojmë falje që ka shumë, por kemi dashur që le të jetë shumë e pasun, përpos që do të hapen 13 ekspozita të jashtëzakonshme të artistave të artit figurativ, të i përfshi ato skulptur, piktur, vizatime që janë me renome dhe botnore, shumica prej tyne. Po ashtu kemi Lule Elezi do të jetë në hapje në piano, do të jenë 3 artista instrumentista nga Bologna e Italisë me okarin dhe piano, që do të kenë një program tepër të pasun, kanë bërë një program në bashkëpunim me okarinën e Runikut të Kosovës dhe atë okarinën e Italisë. Do të jetë kjo shumë e veçantë, po ashtu do ta kemi edhe Vendim Mataj, është ky që u bë veç se shumë i famshëm te filmi Odiseu, ai do të jetë live atë ditë këtu te na, do të ekzekutoj diçka për krah një performancë që do të kemi në temë të mysafirit. Edhe mandej do të jetë edhe etnotneja me Dona Reshitaj atë natë, po ashtu do të kemi dhe me datën 9 dhe 10, edhe Flaka Goranci do të jetë me datën 10 me një program shumë të pasun, Echoes of Origins, dhe Familja Qerimaj në Etnonej, dhe me datën 9 është ky grupi Tavera nga Izraeli, një grup fantastik i cili tashmë është në përbot dhe ka muzikë të vjetër të popujve që gati janë në zhdukje për atë lloj muzike. Ndoshta do të jemi edhe në aty, po ka dhe tjera, po ju mbetem shumë borç, plot artista tjerë, teatri. Për te i programit artistik, Etnofest konsiderohet edhe një histori transformime për vetë fshatin Kukaj. Madje organizatorët thonë se festivali ka ndikuar në rikthimin e jetës në këtë fshat. Na e kemi kriju etnokompleksin për Etnofestin. Do të thonë, infrastruktura është për Etnofest. Nuk do thotë që ky mundet mos me qenë për ndonjë aktivitet tjetër, por ne mund të ta zhvendosim ndoshta si partnership me ndonjë vend tjetër në kohë të ndryshme, por si Etnofest. Etnokompleksi është kriju për Etnofest. Prandaj është e rëndësishme një të kohë pse na kemi sjell jetën në një katon të braktisur. Është bën rruga, janë kthy njerëzit, këtu ka pas veç një familje, edhe tash ky është etnokompleksi, është qendër kulturore ballkanike. Besoj shumë shpejt do të jetë edhe evropiane. Nëse do të kemi fonde dhe buxhet, ta shohim të ardhmen, dhe kjo përmes kësaj njerëz do ta njohin edhe Kosovën, trashëgiminë kulturore të saj. Është e rëndësishme jo më për neve, është e rëndësishme për shtetin tonë. Ata shtojnë se ndikimi i festivalit nuk matet vetëm me numrin e vizitorëve, por edhe me frymëzimin që u ka dhënë artistëve dhe publikut për të vlerësuar kulturën, trashëgiminë dhe traditat vendase. Tepër të madh. E thojnë vetë artistët, e thojnë vetë gjeneratat e reja. Ata vinë me u inspiru të na. Kanë ardhur, më thonë, plot që ka qenë gati në zhdukje. Filloi kjo me u duk si, këto janë këngë të vjetra, të Katundit, fillon me nënçmu veten tonë. Po na të gjithë dikun i kemi rajt. Edhe fillon me pa që nuk është marrë me ditë prej ka vjen. Cilat këngë i ka këndu gjyshi, as të gjyshi yt, a nana jote. Edhe ku e kanë majt grunin, ku e kanë majt misrin. Nuk është marrë mos me ditë kush je. Edhe kjo ka ndiku dhe tash të gjithë artistët, edhe modern, edhe avantgard, e kanë inspirimin të Etnofesti. Dhe kjo ka ndiku shumë edhe për botën. Mendoj ndikim shumë të madh.
pa qenë modeste, sepse mendoj që s'ka nevojë, sepse shihet diçka që ka ndiku. Kisha thonë gjeni një kohë, sepse mendoj që do t'jetë koha juaj ma e vlefshme që do t'a mbani gjatë në kujtesë vizitën tuaj në etnokompleksin dhe në etnofest nga data 3 deri me 10 gusht. Do t'jenë kujtime të paharrume që do t'i keni gjatë në kujtesë, prej aktiviteteve që do t'kemi. Përpos vendit që është një ekspozitë në vete, do të përfitojnë shumë, edhe thjesht besoj që do t'ju mbetet gjatë në kujtesë. Nga 3 deri me 10 gusht, Kukaj do të mirëpras vizitor dhe artist nga vendet të ndryshme të botës, duke sjellë 8 ditë të mbushura me art, kulturë dhe traditë.